Sigurisht reforma ka sjell përmirësime të jashtëzakonshme sa i përket dy elementeve do veçoja unë. Një element është ai që ka të bëjë me ndarjen përfundimtare të drejtësisë nga ndërhyrja politike dhe ndikimi politik në ushtrimin e funksionit të saj dhe le të themi zhdukjes të kulturës pandëshkueshmërisë. Mendoj që ndoshta nuk është fjalë e dur zhdukjes, por mendoj që ka shkuar në atë pikë që sot në Shqipëri nuk është askush i pandëshkueshëm për shkak të profilit apo për shkak të pozicionit apo për shkak të pushtetit që ai ka. Dhe kjo është një arritje e institucionit drejtësisë, sepse duhet ndarë prapë, jo e reformës në drejtësi, po e institucionit drejtësisë, e cilat janë si pasojë e reformës në drejtësi patjetër. Janë produkti i reformës në drejtësi, por institucionet drejtësisë kanë arritur që këtë element që mendoj që është shumë i rëndësishëm, besoj që në këtë moment që flasim është i zhdukur, pra kultura e pandëshkueshmërisë në aspektin penal po flas, sot mendoj që jemi në pikën ku mund të themi që ka një sukses të jashtëzakonshëm, si dhe ndarja nga politika. Këto janë dy elementë që unë mendoj që reforma i ka arritur dhe implementimi i saj dhe zbatimi i saj i ka arritur. Pastaj që mos shkojnë përsëritje, por standardet ka probleme të jashtëzakonshme dhe unë mendoj që ky është një moment që ne politika duhet ndërhyjë. Mendoj që absolutisht po, është momenti për ta riparë gjithë reformën dhe kur them për të parë reformën e kam fjalën për atë çfarë është bërë në 2016, pra arkitekturën, se ka edhe një keqkuptim besoj jo të vogël që qarkullon në debatin publik që ka të bëjë me një ngatërresë që herë bëhet me qëllim, herë bëhet pa qëllim, herë për arsye politike, herë për arsye tjera, që lidhet reforma politike, pra reforma e bërë nga parlament, se kur them reformë politike në fjalën për ndërhyrjen politike që u bë nëpërmjet ndryshimit të kushtetutës dhe ligjeve përkatëse dhe kodeve nga politika, pra nga parlamenti dhe zbatimit të saj. Dhe kur themi që a dha efekte reforma në drejtësi, pra në zbatim, nuk janë gjithmonë të lidhura, sepse zbatimi bëhet nga aktorë që janë politik. Pra zbatimi bëhet nga gjithë institucionet e drejtësisë, të cilat janë ndërtuar dhe janë projektuar për të ushtruar drejtësinë. Tani, unë mendoj që 9 vjet janë mjaftueshëm për të kolauduar gjithë infrastrukturën dhe gjithë superstrukturën dhe gjithë arkitekturën e ndërtuar në 2016, e cila sigurisht ka problemet e veta, por ajo që është më rëndësishme, them unë, është mënyra se si është zbatuar reforma. Dhe këtu me thënë drejtën ka probleme, unë do të quaj të rënda, sepse ka cënime të rënda të standardeve europiane, ka cënime të rënda të proceseve të rregull ligjore, ka nxitime për të bërë statistika, pra për të krijuar një drejtësi statistikore, jo një drejtësi drejt. Dhe këto besoj që janë argumente të cilat duhen marrë shqyrtim po nga politika, e cila ka krijuar dhe ka bërë këtë reformë. Unë mendoj që ky është momenti që të bëhet një studim i gjithë proceseve të ndodhura deri tani, e gjithë po themi akteve të cilat kanë bërë organet e qeverisjes drejtësisë, në mënyrë që dilet një konkluzion dhe të shikohet mundësia se ku mund ndërhyet. Organet e drejtësisë veprojnë mbas ligjit. Pra, të gjitha shkallët e gjyqësore, të gjithë institucionet e qeverisjes gjyqësore, ashtu edhe prokuroria, veprojnë mbas ligjit dhe standardet e procesit rregullor janë parashikuar në ligj. Nëse vihet re që ka paqartësi, nëse vihet re që ka një zbatim jo duhur të këtyre parimeve, këtyre standardeve që burojnë nga kushtetuta dhe nga Konventi Evropian i Drejtë të Njerëzit, sigurisht që ligjvënësi ka detyrimin që të ndërhyjë dhe t'i bëjë më të qarta, mos lej boshllëqe, mos lej hapësira, të ndërtoj dhe instrumenta verifikues dhe monitorues
dhe instrumentet cilët detyrojnë institucionet tjera që janë krijuar për të kontrolluar dhe monitoruar këto institucione në mënyrë që check and balance të funksionojë ashtu siç kushtetuta thotë. Pra vërtet drejtësia është e pavarur, por nuk është e paqekueshme. Asnjë pushtet nuk është i paqekueshëm, pra është i pavarur në mënyrën se si ushtron funksionin, por çekohet më pas nga pushtetet e tjera. Pra parimi i check and balance këtë qëllim ka që gjithkusht të veprojë në mënyrë pavarur, pa askush mos jetë aq i pavarur sa të ushtrojë pushtetin në mënyrë të pakontrollueshme. Ky do thojë është rasti kulminant ose rast shumë specifik se si konkretisht arresti përdoret tashmë jo si një instrument për të mbrojtur hetimin, por si një instrument për të fituar lojën akoma pa u zhvilluar, sepse ashtu siç e thotë dhe Komisioni i Venecis në raportin e fundit që flet për arrestimin apo ndalimin apo pezullimin e funksionarëve të zgjedhur, çdo ditë që kalon në burg një funksionar i zgjedhur është një ditë më shumë barre për prokurorinë që të provojë arsyet sepse e mban burg. Sepse qëllimi i arrestit, që është masa më ekstreme e parashikuar nga kodi i procedurës penale, që si rregull vetëm kur janë gjithë masat tjera të arsyetuara që janë të papërshtatshme mund ndërmerret, por edhe sikur të konsiderojmë për një moment që le të themi ka qenë arsyetuar në momentin kur është bërë, çdo ditë që kalon i shtohet barra prokurorisë për të provuar sepse vijon ta mbajnë burg, sepse qëllimi i masës sigurisë pra është ruajtja e hetimit, ruajtja e provave, ruajtja e pa ndikuar e procesit hetimor, po jo si qëllim vetvete, jo si taktik për të fituar një lojë e cila akoma nuk ka filluar zhvillimin i saj në gjykat, pra akoma nuk kemi në një gjykat themeli. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që ky është rasti që ku duhet thënë qartësisht që është tepruar, duke shtuar këtij argument dhe argumentin tjetër që në dijenin time gjitha gjykatat, përfshirë gjykatën e lartë, nuk kanë marrë shqyrtim fare dhe nuk kanë arsyetuar faktin që ata nuk po arrestojnë thjesht një qytetar të Republikës së Shqipërisë. Ata po arrestojnë krye qytetarin e Tiranës, pra po arrestojnë kryetarin e bashkisë. Njëkohësisht po arrestojnë praktikisht edhe pritshmëritë e njerëzve për të qeverisur nga një i zgjedhur prej tyre. Dhe kjo nuk është biseduar, nuk është arsyetuar, nuk është marrë shqyrtim nga gjykatat, për vendosur një proporcionalitet të arsyeshëm midis interesit publik për të mbrojtur hetimin me interesin publik që qytetarët kanë për të qeverisur nga i zgjedhur prej tyre. Dhe kur këto dy interese publik ballafaqohen, gjyqtari ka detyrimin që të vendosë midis dy intereseve dhe në mënyrë proporcionale mund gjeni një masë e përshtatshme e cila realizon edhe interesin e qytetarëve për të qeverisur, edhe interesin e prokurorisë në këtë rast për të mbrojtur hetimin. Kështu që mendoj që ky minimalisht duhet të thënë që ky është një masë e cila është jo proporcionale dhe çdo ditë që kalon e bën akoma më proporcionale dhe e kthen nga një instrument mbrojtës hetimit në një instrument taktik për të fituar një proces gjyqësor i cili s'ka filluar akoma. Unë nuk kam arsye për të dyshuar që kryeministri nuk ka qenë i sinqert në ato çfarë ka thënë. Sigurisht që ka pas le të themi, një shqetësim për drejtimin e Tiranës, edhe si kryeministri i vendit dhe drejtuesi i mazhorancës, përfshirë edhe mazhorancën në Këshillin Bashkiak, ka në një mënyrë apo tjetër përgjegjësinë për t'u përgjigjur qytetarëve në nevojën që ata kanë për t'u qeverisur, por megjithatë unë mendoj që edhe në këtë pikë po them që unë nuk kam arsye të dyshoj apo të mendoj që kryeministri nuk ka qenë i sinqert, pra kjo ka qenë, mendoj dhe unë, që qëllimi i kryeministrit për të gjetë një zgjidhje mbi mënyrën se si duhet vijojë qeverisja e këtij qyteti. Por nga ana tjetër unë kam pas gjithkohës mendimin që kjo nuk ka qenë një krizë shkaktuar nga politika. Pra nuk ka qenë një krizë politike, ka qenë një krizë juridike. Pra krizë shkaktuar nga një vendim që unë vlerësoj që është jo proporcional, ose disa vendime, se nuk është thjesht një vendim, disa vendime të cilat nuk kanë qenë proporcionale dhe siç e shpjegova, nuk kanë qenë në gjykim të
të dy interesave publik që shtroheshin gjatë atij procesi. Dhe përjedhoi barra për ta zgjidhur këtë krizë e cila nuk është politike, por juridike, është përsëri tek sistemi gjyqësor. Ata e krijuan këtë krizë, ata duhet ta zgjidhin këtë krizë dhe vlerësoj që momentin kur zoti Veliaj do të bëjë procedurën përkatëse për të kërkuar rishikimin e masës, është shansi i drejtësisë përsëri për ta zgjidhur tashmë, sepse po bën 10 muaj, për të zgjidhur këtë krizë, për të çuar kryetarin e bashkisë, ashtu siç e thotë vendimi i gjykatës kushtetuese, në drejtim të qytetit. Sigurisht, duke zgjedhur atë masë e cila në asnjë rast nuk dëmton hetimin. Gjykata kushtetuese në këtë rast ka vendosur realisht dinjitetin e vet si një garant i kushtetutës dhe një garant i fundor, i të drejtave kushtetuese, po i demokracisë në këtë vend. Sepse në fund ditës në thelb diskutimi i mandatit zot Vilie ishte pikërisht ajo që unë thash, pra do vihet në prioritet apo në shqyrtim të parë demokracia, pra e drejta e qytetarëve të Tiranës për të qeverisur në mënyrë demokratike nga i zgjedhur i tyre, apo masa për të mbrojtur një hetim i cili në fakt kodi apo ligji i ka dhënë disa alternativa. Pra mënyra se si duhet mbrojtur një hetim, ligji nuk i ka dhënë një alternativë, që është ajo më ekstreme, por ka dhënë disa alternativa. Dhe përjedhoi vendimi i gjykatës kushtetuese në këtë pikë, pavarësisht se nuk ishte ky objekti, po ishte vendimi i Këshillit të Ministrave, sigurisht që ka shkuar në linjën që edhe Komisioni i Venecës dhe Kongresi i Autoriteteve Lokale të Këshillit të Evropës kanë përsëritur disa herë që mandati i një kryetari bashkie duhet ndërpritet vetëm kur mbaron afati dhe vetëm kur qytetarët e këtij vendi votojnë që mos vijojë më tej mandati. Rasti i vetëm përjashtimor që kushtetuta ka përcaktuar është kur kryen shkeljet të rënda. Vlerësoj që vijon të ketë hapësirë në sistemin shqiptar, pra në mos gaboj zot Veliaj është në proces shqyrtimi në gjykatë kushtetuese ose do jetë në gjykatë kushtetuese, por sigurisht që ka edhe hapësirën që të kërkoj në gjykim paraprak, pra në gjykimin në shkallë parë, rivlerësimin e masës së tij të sigurimit, pra nuk di se si kanë përzgjedhur avokatët e tij për zgjedhur nga këto alternative, por unë mendoj që vijon të jetë brenda sistemit gjyqësor ton akoma si mundësi për të rikuperuar. Patjetër që pastaj me kalimin e gjykatës kushtetuese, sigurisht që si çdo qytetar i këtij vendi ai ka mundësinë dhe të drejtën për t'u drejtuar gjykatës Strasbourg. Besoj në mënyrë më specifike, sepse po flitet edhe një herë për një kryetar bashkie në detyrë, i cili nuk po lejohet që të ushtrojë detyrën. Unë nuk po shoh në mbrojtje nga Rama të Belinda Ballukut, thjesht ky proces, unë mendoj që e para herë është akoma është në hetim, në dijenin time ai është një proces akoma nuk ka përfunduar fazën e hetimit paraprake. Tani edhe ky panderur që përmendet gjithkohës dhe duhet futet patjetër injektohet në mënyrë bolshevike në opinionin publik, i panderur do të thotë i dyshuar. Pra, pandem, i dyshuar. Se mënyra se si përflitet apo flitet në opinionin publik është fajtor. Pra përkthehet si fajtor. I panderur një damk e cila ty barazon me një fajtor. Kjo i jepet forcë apo fuqi sidomos nga politika, sepse politika do ta përdor për interesat veta, se nuk është se ka qëllimin e drejtësisë, apo të proporcionalitetit në mënyrën se si komunikon këto çështje të drejtësisë, po ta kishte këtë interes, nuk do artikulohet apo nuk do injektohej në opinionin publik. Një damk e tillë, i panderur, do të thotë i dyshuar. Prokuroria në fund ditës nuk jep drejtësi, prokuroria është palë në proces. Është një lloj si avokati
dhe si ky ashtu quhetur i pandeuri. Pra janë palë në proces, se kush ka drejt nga këto dy palët e vendos gjykata. Dhe kjo sforcimi që përgjithsisht e bën pjesa politike, këtij komunikimi që i pandeuri, pra fajtor, është një dëm shumë i rëndë që i bëhet procesin vetvete, është një dëm që shumë i rëndë që i bëhet një përparime të jashtëzakonisht rëndësishme kushtetuese, që është prezumimi i pafajësisë. Krijimi i një perceptimi që personi për cilin flitet është fajtor, krijimi, orientimi i opinionit publik apo presioni i opinionit publik që personi që është i pandehuar është fajtor, ndikon drejt për drejt edhe në procesin gjyqësor, por edhe në perceptimin e opinionit publik, edhe në presionin e aktorëve të sistemit drejtësisë për të anuar andej ku ndoshta nuk është e drejta, ndoshta është perceptimi i opinionit publik. Kështu që në këtë kuptim për të kthyer tek se mu desh ta bëja si serim sepse e shoh gjithkohë që kur thuaj pandehuar praktikisht kanë bërë fajtor, ndërkohë që ligji thotë i pandehuar është një dyshim që prokurorët kanë, por jo gjithmonë prokurorët kanë drejt, se ndryshe po të kishin drejt prokurorët ne s'kemi nevojë të kemi gjykatat. Dhe gjykatat i kemi në shkallë, pra kemi 3 shkallë gjyqësore, sepse edhe gjykata shkallës parë mund gabojë, dhe gjykata apelit mund gabojë, dhe gjykata e lartë madje mund gabojë, dhe shkon gjykatë kushtetuese. Besoj që ky rast është një ndër arsyet sepse duhet reforma në drejtësi. Pra që ne të kishim prokuror të pavarur, por edhe të kurajos që mund të hetojnë edhe këto veprash penale ku dyshohet apo perceptohet publikisht që ka po themi ndërhyrje të aktorëve të lartë politik. Megjithatë, unë mendoj që premtimi i zotit Rama është përmbushur, sepse zoti Rama unë mendoj që jam më korrekt në këtë që them, ka premtuar që nuk do pushoj skërkuari që kjo çështje të zbardhet, dhe fakti që sot e kemi në prokurori mbas një vendimi të gjykatës Strasburgut, pas një vendimi të gjykatës lartë, e kemi në hetim, mendoj që është i përmbushur në kuptimin e vullnetit politik, sepse zoti Rama ka shprehur vullnet politik, por nëse do thonim që ky proces do të shkojë drejt një drejtimi që ne kemi perceptim politik, do bëhet atë gabim që unë sapo thash përpara që s'duhet ta bëjnë politikanët. Politikanët duhet kritikojnë absolutisht drejtësinë atëherë kur shikohet që dëmtohen parime, kur dëmtohen standarde, kur dëmtohen qoftë edhe rruga jonë drejt Bashkimit Evropian, sepse pushteti gjyqësor është një ndër pushtetet që duhet shkojë drejt standardeve evropiane, por ne nuk duhet të orientojmë se kush është fajtori dhe kush duhet arrestohet apo kush duhet dënohet, sepse nëse bëjmë këtë praktikisht ne po japim formë politike edhe këtij procesi. Sigurisht është një proces me ndjenshmëri të lartë sepse vjen të ketë jetim nga ajo ngjarje shumë e rëndë, pra që u vranë 4 vetë në bulevard, por kjo nuk do të thotë që politika të ushtrojë presion drejt fajësisë konkrete të personave konkret, sepse pastaj nuk kemi drejtësi, por kemi thjesht një përmbushje, një perceptimi publik dhe përmbushje një perceptimi popullor, që unë mendoj që një drejtësi e tillë ne duhet ishim ndarë që në vitin 1990. Fatkeqësisht nuk arritëm dot për gjithë këto vite, unë shpresoj që të ndahemi tashmë me këtë reformë. Një gjë bëi dhe para 90-s, gjyqje popullore, gjyqje mblidhje i Frontit Demokratik dhe të bënte fajtor. Pra, çfarë do të thonë kjo? Perceptim popullor që fajtori është ky. Perceptim politik që fajtori është ky. Kjo nuk na duhet. Ne na duhet drejtësi profesionale e pavarur, shumë e lidhur me standarde procesit rregullor, dhe kur gjyqtarët i bie çekanit, të jetë ai që të pushojë çdo lloj debati mbi proceset që kanë ndeshmëri të lartë publike.